Këto pamje të sjella nga televizioni Apollon na çojnë në një punishtet më të vjetër të prodhimit të pijeve alkolike në vend, e njohur si Fabrika e Verës në Librazhd. E ndërtuar në vitin 1960, kjo punishte u ngrit për përpunimin e rrushit dhe prodhimin e verës, duke u kthyer në një emër të njohur për kohën. Në vitet e saj më të mira, fabrika prodhonte një gamë të gjerë pijesh si vera shesh i zi, kabernet, verë e bardhë, si dhe pije të tjera tradicionale si fernet, konjak dhe raki. Ajo ishte një nga furnizuesit kryesor të dyqaneve ushqimore para viteve 90, me makineri të prodhuara nga metalurgjiku i Elbasanit, por edhe të importuara nga vende si Bullgaria. Pas viteve 90, fabrika u privatizua, por arriti të vijojë aktivitetin duke ruajtur traditën dhe cilësinë e dikurshme. Në drejtimin e kimistit Rahman Gjeta, sot në pension, dhe familjes së tij, kjo punishte mbetet ende funksionale duke ruajtur një pjesë të mirë të teknologjisë së vjetër të ndërthurur me element të rinj. Ajo çka e bën të veçantë këtë punishte është pikërisht autenticiteti, pajisje që datojnë prej dekadash, procese tradicionale dhe një përkushtimi i rrallë ndaj cilësisë. Sot, përveç prodhimit, fabrika është kthyer edhe në një pikë interesi për turistët, të cilët kanë mundësi të njihen nga afër me historinë dhe teknologjinë e prodhimit të verës. Me mbi 44 vite eksperiencë, Rahman Gjeta së bashku me bashkëshorten e tij vijon të prodhojë verë nga rrushi i zonave përreth, si Librazhdi, Elbasani dhe Belshi, duke ruajtur të njëjtën shije dhe cilësi që e karakterizonte këtë punishte ndër vite. Në një treg gjithnjë më konkurrues, kjo punishte mbetet një dëshmi e gjallë e traditës dhe e përkushtimit, duke sfiduar kohën dhe duke mbijetuar fal pasionit dhe përvojës së trashëguar ndër breza.